Zgjedhjet vendore në një ditë në Shqipëri dhe Kosovë nxorrën në pa dallimin e madh me zyvendeve në shpejtësinë e procesit të numërimit të votave. Ndërsa në vendin tonë numërimi ende nuk ishte nisur në të pesë bashkitë, në Kosovë u shpallën rezultatet paraprake. Përballë këtij fakti, kryekomisioneri Ilirian Celibashi pranoi se modeli aktual nuk është efikas e përpasoj krijon vonesa. Theksoi se kjo është një çështje partive politike dhe e kuvendit. Nëse ne nuk ndryshojmë këtë mënyrë të numërimit dhe të vlerësimit të fletëve të votimit, gjithë këtë protokoll që lidhet me vendin, kohën dhe njerëzit që angazhohen, këtë situatë do të kemi. Është çështje e partive politike, është çështje e kuvendit. Inteligjenca artificiale testuar për herë të parë në vendin tonë në zgjedhjet për Bashkinë e Tepelenës mund të jetë zgjidhja. Por Celibashi vlerëson se komisionerët janë të nevojshëm gjatë procesit, pra inteligjenca artificiale nuk mund të funksionojë vetme. Në numërim dhe në vlerësim të fletëve të votimit, koha do të jetë pak a shumë e njëjtë sa e kemi sot kohën, sepse çdo fletë votimi ti do duhet ta shfaqësh në kamera nga të dyja anët. Testimi në Tepelen sipas kryekomisionerit të KQZ-s ishte i suksesshëm. Prodhoi pothuajse 100% të njëjtin rezultat me atë që doli nga numërimi fizik i fletëve të votimit. Pjesëmarrja e ulët në zgjedhjet e pjesshme në 5 bashki të vendit riktheu edhe një herë debatin për legjitimitetin e të zgjedhurve vendor, të cilit Celibashi ktheu këtë përgjigje. Nuk është domosdoshmëri që të ketë një kufi të pjesëmarrjes për t'i konsideruar zgjedhje të vlefshme. Komisioneri shtetëror I zgjedhjeve I bëri këto deklarata duke ju përgjigjur interesit të medias pasi shpalli rezultatet paraprake të zgjedhjeve të pjesshme vendore në Vlorë, Tepelen, Cerrik, Berat dhe Mat.